Qentë ndacak janë kthyer në një shqetësim të madh për të gjithë qytetarët e Klosit, por jo vetëm. Qentë janë bërë agresiv duke sulmuar kryesisht fëmijë dhe të moshuar. Burimet bëjnë me dije se nga kafshimet e qentëve ndacak, 5 persona kanë përfunduar në spital 3 ditë më parë, mes tyre fëmijë. Ndërkohë një e moshuar mësohet se gjatë përleshjes me qentë është rrëzuar duke pasur edhe frakturë në kram. Qytetarët shprehin se për këtë problem duhen marrë masa të menjëhershme nga autoritetet të cilat duhet të bëjnë grumbullimin e qenëve në qendra të posaçme në mënyrë që të mos jenë më rrezik teksa kalohet në rrugët e Klosit. Ata shprehin se kohët e fundit numri i qenëve po shtohet dhe dyshimet janë që vinë nga zona apo qytete të tjera. Si me freksore, vinë nga Tirana të progjona të qia këtu. Me makina, tërbu, janë qënë të tërbu, e në smojnë njërzit. E një mesë njërzit. Ska qeveri me marrë masa, ska njërës që përnejnë për këtë punë. Ju gazetarët, ju lumë të krajë. Ju rezultati. Keni bë punë bëllë, po... Qentë janë të problematik për fëmijët, për të moshumit, pastaj edhe për brezin tonë. Normal, janë problematik, sepse kanë edhe që kanë qenë të tërbu, që e kom gju, kanë problemet me... Kemi frikë, në çdo qytet, ka qenë të vetë, i thonë një fjallën. Bashkia dhe di më organizim të punë. Duhet të merren masa me njëherë që qenë rrugeshtë të zhduken të pastrot në zonë, sepse ndodhin fatkeqësi. Tani ato qenë nuk janë këto venali, ato mund të jenë të hotë, mund të jenë nga Bulqiza, nga zona tjera, nuk është ta thamë se janë veç nga Klosi, po mund të kanë hedhë, i kanë bërë të njëjtën gjë. Por është nga gjitha anë negative. Duhet të merren masa me njëhershme të zhduken qenë. Qentë ndacak janë problem shqetësues në shumë qytete të vendit, ku teksa shfaqjen e agresivitet kafshojnë qytetarët.